a janë përfundu të gjitha procedurat e këmbimit të kësaj prone? A keni fitu tashmë të drejtën e pronës? Jo. Çka ka mbet deri ku janë procedurat aktualisht? Valla nuk e di se u kon shumë ka edhe kjo. Po a jeni interesu me qenë se veç... I kena pas do prona që kena pas probleme, kena pas një ndërdu. Po komuna nuk na ka leju me përfundu ka thonë që një interes komunal. Në këtë pronën, po besoj që po e keni qartë është prona tek ish ambienti. Në qëtë pronë, çka e keni para pa jo me banë qëtë pjesë të kësaj prone? Se kena ide më mënë. Vesh me ka ofru që ato komuna për me këmby. Në anën tjetër, Raif Kelmendi thot se nuk është në dieni për shkëmbim pronash, ndonse kuvendi komunal në Pej kishte votuar për shkëmbim të pronës së tij, me atë tek ish ambienti. Në komunë, sipas vendimit thuhet që ajo prona aty ka me u shkëmbim me çto pronat e juve. A jeni ju ndjeni për që... Nuk jeni ndjeni? Po, në ka thonë që dojnë me marë. Po? Se kanë marë e këtë shpinë e këshive. Po. Ta që jam e jetë mes edhe këto e kanë marë. Ta që në jam jetë një qyshi... Po, a i dini pse javë kanë kërku? E s'po di pse për marë. As nuk e dini jo pse javë kanë kërku komuna? Ja. Tutje në bisedë me Raif Kelmendin u përfshi edhe djali i tij, i cili thot se prona nuk do shkëmbehej, por do shpronsohej. E prej dokumenteve të komunës që i keni jo, çka konkretisht shkruan dokumente? Çka shpjegohet? A veç është, a je sigurt që është shpronsim? Veç ashtu kanë thonë fillim, tani hala nuk kanë... A ka qenë me dokumenta kjo, a veç... Kanë bo vlerësim pronës, Po? edhe u mbet që ashtu. Kur kanë arë me bë vlerësimin e pronës, ju kanë thonë që është u bën në kuadër të shpronësimit. Po. Jo të shkëmbimit. Jo, njerë po, ka qenë... Shpronësim. Ka qenë shpronësim. Nuk e di që kam përmend, diçka me këmbim me... Ndërsa sipas Raif Kelmendit, vëllai i tij Alio jeton në Angli. Ai tha se nuk ka ndonjë kontakt të tij që mund t'i ofroj ekipit të betimit për drejtësi, dhe si rrjedhoi, komunikimi me Ali Kelmendin nuk është realizuar. Ndërkaq, pronari privat Shkelzen Gutiqi thot se pronën e tij e ka shitur tek Qehaja Grop në nëntor të vitit 2024, pra 6 muaj para se të votohej në kuvend komunal të Pejës për këmbim. Ai thot se nuk është në dijeni të vendosjes së emrit të tij në këtë vendim të komunës. Është një vendim i komunës së Pejës që është për miratim për një këmbim të pronës së palojshme komunale, që thot ndër të tjera ju përfshin edhe juve, edhe emrin e juve. Po. Bashkë me Qehajt. E shto, së disha prone, nuk përkisha. Jo po thoni që nuk po jeni në dijeni që soja? Jo, nuk kem dijeni që mu shkëmby një pronë tjetër, me qatë kompenzim që asoj. Unë vëllaj nuk kem dijeni për kështë tjetër, sërveç se kom shit ato pronën, ja kom shit Qehajve, edhe komuna e ka marrë përsipri këtë punë që me bo aty, ashe, që vëtjune që ka ndërmen në bojë. Kështu që me këmby prona me prona nuk kemë në ndjeni që mu ka pru kjo punë. Po, ti me Qehajt, a ke pas diçka tjetër kështu? Ja kom shit pronën Qehajve, Qehajt kanë marrëveshje me komunë, edhe komunat është vendoshe e bo me atë pjesë. Ndonse në vendimin e komunës, vlera totale e vlerësimit të pronave të Gutiqit arrin shifrën 211.000 euro. Ai thot se nga Qehaja Grop u pagua më pak. Cilën pronë? Ja ke shite? Ja kom shit pronën në Kapeshnic. Aha. Sa ka kushtu? Mua? Po, sa ju ka kushtu në fakt që ja keni shit atyne? Në total, realisht, po i bjen 211.000 euro. A ka qenë kjo shuma? Ja, ka qenë shuma dhe pak. Në qëfar periude e keni bo qëtë shitje? Baba mune më konë vjetë, nëntorë, vjetë. Po më në 2025 në 2024 nëntorë? Në 2024 Nëntorë 2024? Po.